Kurimore. Një qeveri që kryeministri i vendit tem ka sfidu sundimin e ligjit këtë vend. Në shtallë me prokurorët, përderisa ne këtë rrugtimin tonë kemi thënë kur të vijmë pushtet, gjipat e zi e gjipat e blindur i duhen prokurorëve, jo kryeministrit. Nafta liri duhet të bujkut, jo gjipave. Dhe qa kemi sot? Nuk pe themon. Dhe pse jam kompetent me thënë, se kam qenë një ndër aktivistët më të devotshëm me pru këtë qeverinë pushtet. Po janë vetë ato për mos me ilshu edhe unë edhe se cili këtu me e pa, edhe delat jetalët me projekte që ishe vetëm në Afrikë, ato me ujitjen e tokave, një qeveri që e ka rëndu jetën bujkut, një qeveri që në kohë fushata kishte përdorur pushtetin, e mbrënza vends ministra, ndan mjete, një qeveri që boshtin e kësaj shoqënie që është diaspora, që është pjesa më lavdishme e kombit tonë. Që i përullëm. Çfarë bëndohet me diasporën? Nëse ka një qeverisje që e tallë diasporën në kryeministri Kurti, absolutisht. Pse? Pse e tallë? A ka në 10 që në parë kjo listave të vendosës njerëz nga diaspora në listën e saj. So ministra kemi pas? Kemi pas 2 ministra të cilë kanë me dalë letra e komunikimet të mërshme që ka ndodhë me ministrin Meja që ka qenë në Ministrinë e Mbrojtjes edhe zotin Latifi në Ministrinë e Shëndetësisë. Një qeverisje që a nuk patë diaspora dje me vajzat, që një qindra dje me vajzat mrekullueshme me këthyn këtë vend, edhe me vendos qoftë në bordin e AKP-sat, KPM-sat, bordin e RTK-s. Një qeverisje që vetëm me shku me pa se si është objekti Radio Televizionit Kosovës është të mërshme, ka aty mundet me shku musafir ambasadori Amerikanë ose një ambasador ose një